Ndodhemi në segmentin rrugor Dragot Kolcyr. Masivi shkëmbor i cili gjendet pas krave të mi është një kërcënim për të gjithë drejtuesit e automjeteve, por edhe kalimtarve. Situata akoma më e vështirë është gjetëstinës së dimrit dhe rreshjeve të shiut, ku shkëputen masive gurore të cilat bllokojnë edhe aksin rrugor. Edhe pse është trajtuar si problematik disa herë, askush nga organet kompetente nuk ka marrë asnjë mas për të parandaluar ndonjë tragjedi të mundshme që mund të ndodhi. Një shkëmb masiv në aksin rrugor Dragot Kolcyr përbën një kërcënim të përditshëm për çdo automjet që kalon në këtë segment. Prej vitesh kjo problematikë është anashkaluar, ndërkohë që situata vetëm sa është përkeqësuar me kalimin e kohës. Gjatë dimrit, rreshtet intensive të shiut e bëjnë edhe më të paqëndrueshëm masivin shkëmbor, duke rritur rrezikun e rrëshqitjes. Në një prononcim për syri televizion, inxhinieri pranë autoritetit rrugor në Gjirokastër, Aristotel Noni ka pohuar se bet fjalë për një problem të njohur, i cili kërkon ndërhyrje të specializuar dhe studim të detajuar gjeologjik, pasi rrezikohet shembja e të gjithë trupit të rrugës. Ndër të tjera, Noni ka thënë se në këtë pikë janë kryer ndërhyrje si riparimi i murit mbajtës. Është evidente kjo problematik, pasi në këtë zonë terreni shumë i thyrë, është gati një skarpatë vertikale edhe ka vështirësi të mëdha për arsye të pjerësisë së madhe për të menaxhuar problemin konkret. Nga ana jonë është kërkuar periodikisht, sistematikisht në autoritetin rrugor shqiptar zgjidhja definitive e këtij problemi. Jemi në pritje të zgjidhjes definitive të problemit. Nëse nuk reagohet në kohë nga strukturat përkatëse, ky rrezik që kërcënon jetën mund të zhduket vetëm kur rruga aktuale të zvendësohet me një rrugë të re, po deri atëherë udhëtarët do të mbeten në mëshirë të fatit.